Kohët e fundit, Meksika njoftoi se do të projektojë Coatlicue, një superkompjuter me aftësi 314 petaflop, ose e barazvlefshme me 314.000 trilion operacione në sekondë, infrastruktura e cila do të përfundojë në vitin 2028. Synon të bëhet qendra më e fuqishme kompjuterike në Amerikën Latine. Jo vetëm kaq, Coatlicue mund të përfshihet tek listat e 10 superkompjuterëve më të fuqishëm në botë, një renditje që aktualisht dominohet nga Shtetet e Bashkuara, Evropa dhe Japonia, ja cila është konkretisht renditja aktuale. Leonardo, Itali. Italia e përuroi Leonardo në vitin 2022. Sistemi arrin një kapacitet prej 241 petaflopësh për sekondë, fal 1.8 milion bërthamave, të shpërndara një hapësirë fizike për afërsisht 900 metra shkatror. Ai kërkon 7494 kW energji për të funksionuar. Leonardo përpunon të dhëna për aplikime mjekësore, klimatike, ekonomike dhe astrofizike. Lumi, Finland. Lumi është infrastruktura më e madhe unifikuar moderne. Hyri në funksion në vitin 2022 në Finland, në vendin e një ish fabrike letre. I zhvilluar nga konsorciumi Euro HPC, ai arriti një rendiment prej 379.7 petaflop për sekondë dhe konsumon 7107 kW energji, të furnizuar enkas nga një hidrocentral. Projekti përqendrohet në qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e energjisë. Lumi ka krijuar tashmë një tjetër binjak digjital të planetit ton dhe gjeneron çdo vit parashikime klimatike shumë të sakta. 8. Alps, Zvicër. Alps Alpet është një nga superkompjuterët më të rinj, në punë që nga viti 2024, në qendrën kombëtare zvicerane të superkompjuterëve. Ai arrin një performancë prej 434.9 petaflop për sekondë, fal 2.1 milion bërthamave, të shpërndara në 4 qendra të dhënash. Ai kërkon 7124 kW energji për të funksionuar. Sistemi gjeneron parashikime klimatike, trajton modele të inteligjencës artificiale, ndërkohë një pjesë e kapacitetit të tij përdoret për kërkime të përgjithshme shkencore. Fugaku, Japoni. Superkompjuteri Fugaku ndodhet në qendrën Riken për shkencën kompjuterike në Japoni. I hapur në vitin 2020, ai arrin një performancë maksimale prej 442 petaflopësh për sekondë dhe konsumon 29899 kW energji, përdor 7.6 milion bërthama, të shpërndara në 158.976 CPU, procesor kompjuterik të ndërlidhur midis tyre. Studiuesit e kanë përdorur Fugakun për të modeluar proteinat që lidhen me studimin e COVID-19, për të stimuluar tërmetet dhe tsunamet, si edhe për të trajnuar sistemet e inteligjencës artificiale. Fugaku është gjithashtu autori i njërit prej përfaqësimeve më të detajuara të kortekstit cerebral të krijuar ndonjëherë, HPC-6, Itali. HPC-6 është superkompjuteri i gigantit energjetik Eni në Itali. Sistemi arrin një shpejtësi maksimale prej 477.9 petaflop për sekondë, me operacione të shpërndara në 3.1 milion bërthama. Konsumi i tij energjisë arrin në 8461 kWh. HPC-6 përdoret për eksplorimin e burimeve të energjisë, optimizimin e biokarburantit dhe kërkimin e bashkimit bërthamor. Eagle, Shtetet e Bashkuara. Superkompjuteri i Microsoftit Eagle debutoi në vitin 2023. Sipas të dhënave më të fundit, ai arriti një performancë maksimale prej 561 petaflopësh për sekondë. Tipari i tij unik është se është një superkompjuter virtual, i krijuar nga disa qendra të dhënash në Microsoft, të lidhura nëpërmjet shërbimit cloud të kompanisë. Performanca e tij është e shkallëzueshme dhe rritet me shtimin e grupeve të reja të servereve. Eagle është përdorur për të trajnuar modele të inteligjencës artificiale si GPT, por është moderuar kryesisht për përdorime tregtare. Jupiter Booster, Gjermani. Me Jupiterin gjerman, superkompjuterët hynë zyrtarisht në shkallën exaflop, 10 në fuqi, 18 ose 1 quintilion operacione në sekondë. Në kapacitetin e tij maksimal, sistemi arriti një exaflop me një konsum energjie prej 15794 kW. Ai zë një sipërfaqe të krahasueshme me gjysmën e një fushe futbolli dhe është projektuar me një arkitekturë modulare. Sot Jupiter Booster trajnon modele të inteligjencës artificiale në shkallë të gjerë, gjeneron simulime të tokës, prodhon binjak digjital të organeve njerëzore dhe ndihmon në studimin e fizikës së grimcave. 3. Aurora, Shtetet e Bashkuara. Aurora është superkompjuteri i laboratorit kombëtar Argonne, pjesë e departamentit të energjisë së SBA-s, me një fuqi përpunimi prej 1012 exaflop për sekondë. Ai renditet ndër superkompjuterët më të fuqishëm në botë. Kërkesa e tij për energji është gjithashtu mbreslënse, 38.698 kW. Aurora përdoret për të analizuar materiale të reja, për të përpunuar të dhëna biomjekësore
për të optimizuar teknologjitë e energjisë së pastër, si edhe për të modeluar skenar të ardhshëm që lidhen me ndryshimet klimatike. Frontier, Shtetet e Bashkuara. Frontier është një nga superkompjuterët më të cituar, kur flitet për zbulimet në fusha të tilla si astronomia, inteligjenca artificiale dhe mjekësia. I zhvilluar nga qeveria amerikane, ai arrin një shpejtësi maksimale prej 1.35 exaflop për sekond, duke përdorur 9 milion bërthama. Ai zë një sipërfaqe prej afërsisht 7.000 metra katror, të shpërndarë në 74 njësi. Dhe i pari në listë është El Capitan, Shtetet e Bashkuara. El Capitan është zyrtarisht superkompjuteri më i fuqishëm që ekziston sot në botë. Ai ka 11.3 milion bërthama dhe në testin e tij të fundit arriti një performancë prej 1.8 exaflop me një maksimum potencial prej 2.8 exaflopësh për sekond. I inauguruar më 9 janar 2025, qëllimi i tij kryesor për momentin është të analizojë potencialin bërthamor të Shteteve të Bashkuara.